A doni të ndërtoni një agjenci marketingu apo doni thjesht ta provoni? Le t'i themi gjërat ashtu si janë. Nëse e trajton agjencinë si një hobi, ajo do të sillet si hobi dhe në fund do të ankohesh pse nuk ke rezultate. Agjencia nuk është diçka që e bën pas orarit, nuk është diçka që e hap me idenë le ta provojmë një herë. Agjencia është përgjegjësi, është orar, është plan, është presion, është vendimarrje, është disiplinë edhe kur nuk ke motivim. Dhe kush e trajton si hobi, lodhet shpejt dhe dorëzohet. Kush e trajton si biznes dhe ndërton një sistem, ai rritet shpejt. Nëse po e nisi agjencinë si një plan B, atëherë edhe agjencia jote për klientët do të jetë një plan B. Dhe do të jesh gjithmonë jashtë rregullt. Kështu që komento tani Agjenci 2026 ose na kontaktoni në inbox dhe mund të aplikoni për të bërë pjesë e programit të agjencitë partnere të Paneri Online. Këtë muaj do të përzidhen 3 persona që duan të krijojnë një agjenci marketingu nga zero. Kështu që për detajet na kontaktoni në inbox. Do të kemi dhe video të tjera në vazhdim.